Edhe njëherë që u bë deti kas për mua, më put luga, së ngra do të kos. Po kur je pa fat, s'ke qa bën. Se që thatë juve, sot me rastin e 8 marsit, unë nuk prisja gjëna burri. Se nuk ish bërë vakit ma dhe mënd festat e mjaj. Ose bën si kur si mbar mënd. Po dhe që të kujtojt i shkreti për festat e mjaj, se ai, mish, e pira ki gjdo natë fest e kaj. Po i bjen mëndja ti për festat e mjaj. Po se që ndodhi sot, more, nuk e mora vesh as vetë. Më merë në telefon edhe më thot, grua moje dashur, thot, dil pak në dritare. U qyqja, thash, që ne ky më thot dil në dritare? Wow, do ketë parë burrat e botës, thash, që kanë ble lule për gratë e tyre me që është 8 marsi, edhe do më ketë bërë një surprizë edhe ky. Edhe unë e shkreta me vrap të shikoja tani, qa ishte ajo gjë që burri do më tregonte nga poshtë dritares, duke e vrapuar në përshpi unë kur pleksen për atë kabullin e fshesës me korrente, rrëzohe me gjujnë copa, po prapë se prapë e gjeta fuqise, më shtynte ai kurioziteti qa do ishte poshtë dritares. Edhe vete nderit e dritarja kështu duke hequr këmbët zvarr, shikoj unë burrin, wow, se kisha paras një jetën time ashtu. Me tuf me lule, more, si në për filme, keni parasysh ato filmat, kur del femra atje te balkoni ose në dritare, edhe burri, ose i dashur i poshtë atje me lule që i tregon lulet. Ashtu na ndodhi dhe neve. Sa u gëzova, o zot, sa u gëzova, thash më në fund, mbas kaq vitesh martes, u poqe dhe burri im, thash, u kujtua për mua më në fund. Dhe unë e mallëngjyer nga ky gjest kaq i bukur i burrit, që kurse kish bërë në jetën e tij, i thash, burri të vi unë poshtë apo të vish ti lartë. Harrova dhe dhimbjen e gjujve, unë fare, harrova. Edhe doja të fluturoja me vrap të veja ti mija ato lule, more, ato lule aq të bukura, që mbante burri në duar. Jo, tha burri, po vi unë lartë, grua, po vi unë lartë, pritëm, tha. Po vim, thash, Skënderbeu lartë. Edhe me vrap unë tani, fillova të vesh një fustan të bukur, se do bëja ca foto. Fustan të bukur, bëra në qik tualet, hoda dhe parfum. Kur shikoj unë kishin kaluar 10 minuta që kur tha burri do vi lartë edhe s'po vinte ky. E zeza do ketë qenë ide, u thash, dhe ketë zënë derën në një familje tjetër dhe e kanë zënë e kanë rraur ata. E ku ta gjej unë tani, thash, që më gjeti mua të shkretës. Edhe njerë, thash, edhe njerë, more. Që më bleu mua ky lule, edhe njerë, s'pata fatun t'i shijoja këto lule. Wow, tani s'dija qatë mendoja, unë e ku dveja nga të shkoja. Bjerë telefonit unë, qore telefoni, nuk përgjigjej ma. E zeza, tash mos i vodhën telefonin edhe ikën vrapon bas ati që i vodhi telefonin. Po një gjeti burrin, që gjeti, tash po sot e gjeti, por e ditën e festës time. Po pse, po jo nuk kam fatun. O do harroj ky që unë ka festa, ose do ndodhin këto gjëra që ndodhin. Po nuk dija që të mendoja, more. Unë e zi prisja të mirja lulet. Në dorë për herë të parë, mbas kaq vitesh martes, u zhduk burri bashkë me lulet. E zeza, tha që më gjeti tani. Dola me vrap të dera, se thash mos i ka vënd këtu të dera. Bëj surprizën tjetër, që vete unë të hap derën edhe të më dalin lulet aty për para. S'kish lule, as të dera. Fillova duke ikur që thatë juve, lartë e poshtë në për pallat. Shikoja lulet a burrin asgjë. Thash do bëj, fillova rrugëve, lartë e poshtë në për rrugë, as në për rrugë nuk po shikoja gjë. U bëra keq fare. Kërkoa ndej e kërko këtej se gjeta do të burrin. Ua zeza, thash qa do bëj tani? I ka brënda në shtëpi se s'kisha më zgjidhje. Telefoni i fikur sa herë që i bija. Kur më merr mbas 4 orësh fiks ky më merr. Grua tha mos më pritsonte. Wow, thash, qa bëre mori pas ke ble lule për ndonjë tjetër e vajte festove me atë ti? Një të filluar unë shaje bërtite, s'lash më gjë pa thënë, ky mundoj të më thosh dale moj të ta shpjegoj se nuk kam dhe më shumë kohë, po ku pushoja unë më more. Po ku pushoja më unë se unë isha e sigur që ky i kishte edhe ndhura diku tjetër ato lule. Unë ashtu duke shani, duke bërtitur, dëgjoj një zë të ulët që më foli, pusho moj, se jam në polici. Ishte burri. Po që në polici, ore, që përfundove ti në polici? Po iq moj kotë, se i bëjnë të madhe këta. Qa më të madhe, ore? Po jo më lulet që të sol aty. Po vajta i vodha aty të parkun. Qa, ore?
Po pse ore në Shqipëri je, more burro me rum. Në Shqipëri jemi neve të bushti qa doj kokre qefit, po jemi në Angli, mur, këtu spreken as lulet, as kafshët, as i gjë me dorë, more. Që më bëri ky burr, që më bëri mua. Ore, pastaj me lule të vjetra do më gjenjeje mua ati, o me rum që na turpërove, more. Nuk i argjoje do të një 10 pound që të më blije mua një trëndafil atje, po do bëje budallaliqe, po sjeti për festa, po mirë do ta bëjnë, ore aty të mbajnë, ore dale 1 minutë, ore. I thuaj atyre të nxjerrin, ore, se të ngelesh pa punë dhe kemi gjithë fatura, gjithë gjëra për të paguar këteja. Që më gjeti, zeza, që më gjeti. Po s'qe ka thënë, mor të festoj dhe unë si gjithë tjerat, jo, nuk që ka thënë. Dori do mërzej unë, sa të më vi burri nga policia. E zeza, që na gjeti. Megjithatë, uroj gjitha femrat, kudo që janë gëzuar 8 marsin, qofshi të lumtura me familjet tuaja, gëzofshi dhe festofshi gjithë jetën tuaj. Iku zëmbyllja tani se është burr tym, kalofshi bukur.